Bëhen 5 vite nga aksidenti i rënd tragjik në Slavonski Brod të Kroacisë, ku humbën jetën 10 bashkëdhetar tonë. Në këtë përvjetor të dhimbshëm, Eliona ka bërë një dedikim rrafprekës në rrjetet sociale për të kujtuar nënën dhe motrën e saj lindën, të cilët u ndan nga jeta në atë ditë të zezë 25 korriku 2021. Eliona, e cila ishte vetëm 14 vjeçe kur përjetoi humbjen e madhe, ka shprehur dhimbjen e pashërueshme dhe mungesën e tyre të përhershme. Ajo vuri në dukje se sot ka arritur moshën 19 vjeçare, të njëjtën moshë që kishte motra e saj Linda, kur u ndërprej jeta në mes së bashku me të gjitha ëndrat e saj. Isha vetëm 14 vjeçe kur ju humba, sot jam 19, po aq sa ishte ti Linda kur jeta jote u ndërprej. Sot të kuptoj edhe më shumë sa e re ishe. Ti kishe vetëm 19 vjeç, me aq shumë ëndra, plane dhe momente që ende nuk kishe jetuar. Shkruaj ajo me zemër të thyer. Përmes rreshtave plot dashuri dhe mall, Eliona është shprehur se forca për të mos u dorëzuar dhe për të ecur përpara vjen pikërisht nga kujtimi i tyre. Ajo theksoi se çdo sukses dhe sakrificë në jetë u kushton atyre, me shpresën se po i bën krenare nga qielli. Në përmbyllje të mesazhit të saj përveç nënës dhe motrës, Eliona ka kujtuar edhe 8 viktime të tjera që humbën jetën në atë tragjedi, duke u dërguar lutje dhe mbështetje familjarëve të tyre. Do jepja gjithçka vetëm për një përqafim tjetër, një bisedë tjetër, një këshill tjetër. Më mungoni çdo ditë dhe më mungoni deri në frymën time të fundit. Ju mori Zoti nga kjo botë shumë herët, por askush dhe asgjë nuk do ju largoj kurrë nga zemra ime. Ju dua pafund mami dhe Linda. Faleminderit që më jepni forcë dhe nga qielli. Shpresoj që çdo ditë ju bëj pak më krenare. Sot i kujtoj edhe 8 angjët e tjerë që humbën jetën atë ditë. Lutjet e mia janë me ta dhe me familjet e tyre. Zoti ju dhënë forcë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar. Faleminderit.